Nga samiti me Moldavin, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa ka vlerësuar ecurinë e shpejtë të Shqipërisë dhe malit të zi në negociatat e antarësimit, si dhe objektivin e Tiranës zyrtare për t'i mbyllur ato brenda vitit 2027. We should deliver on enlargement as soon as possible. Ne duhet që të realizojmë procesin e zgjerimit sa më shpejt e mundur, po ecim shumë shpejt për shembull me Malin e Zi. Ndoshta mund të përfundojmë negociatat me këtë shtet deri në fund të këtij viti. We are going well with Albania. Albania have the wish to conclude the negotiations by the end of 2027. Po shkojmë mirë me Shqipërinë. Shqipëria ka dëshirën të përfundojë negociatat deri në fund të vitit 2027. Sigurisht Këshilli Evropian do të marrë vendimet e duhura. Si shtetet kandidate dhe ato anëtare duhet ta kuptojnë ndjenjën e urgjencës. Kjo do të thotë se duhet të punojnë më shpejt dhe më shumë për të arritur rezultate, për të përmbushur të gjitha kriteret dhe për të ecur përpara sa më shpejt jetë e mundur. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi se procesi i zgjerimit nuk duhet të marrë më shumë kohë, sepse duhet patur në konsideratë edhe konteksti gjeopolitik. E kemi të qartë se është rëndësishme për ne, për arsye gjeostrategjike të kemi zgjerimin e BE-s. Kur një shtet kandidat performon në mënyrën si Moldavia në këtë rast, meriton që të ecë përpara drejt integrimit evropian. Një proces zgjerimi bazuar në merit nuk do të thotë i ngadalt, do të thotë i drejtë. Deri më tani nuk jam i shqetësuar për procesin, përkundrazi jam e bindur se do të kemi sukses së bashku. Në mbledhjen e tetorit, Këshilli Evropian do të diskutojë sërish për të ardhmen evropiane të rajonit tonë.